me një pagë mesatare 1.000 euro, Gjorgjo. Ndërsa bazuar në këtë, është shumë e qartë që paga mesatare në Shqipërinë 2030 do të jetë 1.250 euro në sektorin publik dhe 1.000 euro në sektorin në paga e kombinuar, që do të thotë se jemi në kushtet kur paga mesatare të përgjithshme e kemi rritur më shumë se sa 2 herë e gjysmë. Okej. Kështu që nuk e di se për çfarë flet kur flet për rrogat, siç quhen ti, ose pagat, siç i them unë. Por jemi pikërisht në këto shifra dhe arsyeja pse ne votojmë masivisht është se kur unë i them gjërat që janë atje në realitet ka një numër të madh njerëzish që ato gjëra i kanë parasye, i kanë të prekshme. Pra, kur unë them që paga minimale, për shembull, ishte 157 euro, dhe është 400 euro, atëherë ata që e kanë pagën minimale e di shumë mirë se çfarë flas. Apo kur them që ne në qershor do të përcjellim kompanive vendimin që paga minimale do të bëhet 500 euro në janarin e ardhshëm, sepse